Si rregullohen marrëdhëniet midis shtetit dhe punonjësve të tij? Nëse do të kishet një restorant, a nuk do të siguroheshit të gjenet një kuzhinier të aftë? Do ta testonit një herë para se ta punësonit? Apo jo? A nuk do të bënit një kontratë me të që do e ndalonte të largohej nga puna në një darkë me shumë rezervime? A nuk do donte dhe ai të kishte një kontratë që do ju ndalonte ju ta largonit nga puna pa shkas, po për të punësuarit e shtetit, ata që janë në shërbimin civil, kush kujdeset për rregullimin e të gjitha këtyre marrëdhënieve? Historiku i ligjit për shërbimin civil në Shqipëri fillon në vitin 1996. Në vitin 2000 hidhen bazat e një ligji të quajtur për shërbimin civil. Me këtë ligj krijohet për herë të parë nocioni në punësit civil dhe fillojnë të rregullohen marrëdhëniet midis shtetit dhe në punësve civil. Por për aspiratat europiane të vendit, ky ligj ishte i pamjaftueshëm. Kishte nevojë për një reformë. Në 2013 miratohet një ligj i ri i quajtur për në punësin civil dhe në shkurt të vitit 2014 fillon vënia në zbatim e kësaj reforme. Ky ligj përfshin më shumë në punës civil, duke e çuar numrin nga 6.000 në 17.000, të cilët do të kenë të gjithë një dosje elektronike në sistemin informatik për menaxhimin e burimeve njerëzore. Tani, jo vetëm që janë të regjistruar, por gjithë rrugëtimi profesional pasqyrohet aty. Vendet e punës, paga në vite, çdo trajnim apo vërejtje. Punonjësit e shërbimit civil tashmë kanë një përshkrim të qartë të punës që duhet të bëjnë, e gjithashtu e kanë të përcaktuar qartë se cilat janë shkeljet disiplinore dhe masat për secilën. Që të pushohesh nga puna nuk mjafton vetëm vullneti e prorit, siç ishte më parë, por është një komision disiplinor i përbërë nga 5 veta që e vendos. Por arritjet më të mëdha të kësaj reforme janë sistemi i ri i rekrutimit dhe sistemi i karrierës. Shërbimi civil është një pjesë e vogël e administratës publike dhe ligji i shërbimit civil nuk duhet të ngatrohet me kodin e punës. Zbatimi, si dhe monitorimi i kësaj reforme, ndiqet nga Departamenti i Administratës Publike. DAP ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në merit, integritet moral dhe pa anësi politike.